Banorët e fshatit Luz të Fushkrujës kanë dalë për herë të tretë në protestë për gjendjen e mjerueshme në të cilën ndodhet rruga e fshatit. Protestës janë bashkuar edhe nxënësit e shkollës së fshatit, të cilët kanë bojkotuar mësimin në shenjë mbështetje për kërkesat e komunitetit. Banorët shprehen se situata e rrugës është bërë e papërballueshme, sidomos gjatë kushteve të vështira atmosferike, duke rrezikuar edhe sigurinë e tyre. Kjo sot është ditë e tretë e protestës. Gjeki në pas bloku rrugën, shive që ka ndodhë. Ka ndodhë i qakëll, në këtë le qakëll si ka ndodhë, të e kamë edhe i bje kalamojve. Nuk ka shtres rrugë kjo. Sa kina hikne, ka nërë dhe kanë shtru. I bëj thire, t'in të ashtën me asfalt. Kjo nuk ka shtu. A bloko, a të ashtu kjo? Që? Shife, qa kjo? Këtë të i kamën, këtë lej guri. A kap kamioni, nuk ka punë se makine vogël. Kjo kamioni. Kap kamioni të i kamën. Dhe kalamajt i pjesë e kalamojve nuk ka shku në shkollë. Janë bashku këtu me ne, si për nejna bashku për kalamajt. Si vinë kalamajt në shkollë, s'kina ku ma shtu. Unë për 300 metra rrugë, si ja kam rrugën që to, për 300 metra, do të bëj 3 kilometra, për me përfundu që të ke rrugë tjetër. Pse, si nuk vinë më shtu rrugën e ta. Taksat e makinë që më t'ja pagujt une. Kam 3 makina si pagujt taksat. Na japën një afat. Na caktë një afat, kur do marrojt rruga, ose kur do fillojt rruga. Ta dinë kur të ashtono. Ka pas në një reagim nga... As i lloj reagimi nuk ka ashtu. As bashkia, as kërkuni s'ka ardhur një për shembull me këto me thonë, po do ta bëj që të rrugë. Edhe fëmijët kanë zgjedhë për me u bashku baballarëve tyre, për mos me shku në shkollë, por për me dalë tu dhe me protestu për një drejtë lishme. Është e drejtë atyre për me kërku rrugën, sepse kpucët e tyre siç e shikoni janë me balë, vishen edhe mbathen shumë mirë nga nënat e tyre në shtëpia dhe dalin këtë lloj forme këtu. Dhe shikojmë se çfarë ndodh edhe për mungesën e një mbikalimi. Pra, jeta këtyre voglushve rrezikohet çdo ditë për me kalu nga njëra anë e rrugës për me hyp të shkolla sipër. Detyrohen prindrit, ata që kanë makina, sigurisht që t'i marrin t'i çojnë deri te dera e shkollës. Një mbikalim me konstruksion hekuri. Kjo është kërkesa e dytë. Kërkesa e parë sigurisht është çështja e rrugës. Rruga është kryesorja, gjithë makinat e tonazhit të rënd që kalojnë në Luz, mbi 2000 makina në ditë, sepse është një rrugë tregtare e fabrikave të çimentos, e fabrikave të ullët. 80% e biznesit të Shqipërisë, ato kullat që mbijnë në Tiranë e kanë burimin nga çimento këtu dhe shiko se si e kanë lënë rrugën. Si pasojë e protestës, 10 kamion dhe mjetet e tjera janë bllokuar në këtë aks rrugor. Banorët deklarojnë se do e vijojnë protestën dhe bllokimi i qarkullimit deri në momentin që të merren masa konkrete për rikonstruksionin e kësaj rruge.